Vllaznia është mundur në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës nga ekipi i Pejës në kuadër të ndeshjeve të Ligës Unike të basketbollit shqiptar. Përgjithsisht, ka qenë një ndeshje me shumë histori për vendasit, ndërsa diferenca më e madhe u vëre në periudhën e tretë, e cila u fitua nga ekipi kosovar me rezultatin 25-8. Nuk është se patëm gabime, por kemi dy lojtarë që janë të vramë, që ndikojnë shumë në performancën e ekipit. Problemi jonë nuk është apo kalojmë grupin, as po kalojmë grupin. Problemi jonë është që kur nuk e kena ekipin e plot, nuk jena në gjendje me shpalos lojën tonë. Jena pak delikat në këtë aspekt që nuk kena stol për ta përballuar një lojtar që nuk luan. Nesha radhës është ditën e shtunë me Fieri Basket në Vlonë. Nuk është e thjeshtë, normalisht ekipi edhe djemtë e nin moralisht hupjen, por ne do bëjmë punën tonë, do përpiqena me u rikthy në formën tonë. Shpresoj mos vonojnë edhe lojtarët me rekuperu dëmtimet. E fillom lojën jo dhe as mirë, më pas e kontrolluam në mbrojtje kundër sulmet, dhe pjesën e dytë po mendoj që e kontrolluam, e kena analizuar lojën më mirë dhe për atë bëdëm në disa ndryshime. Gjithë takimi u mbyll me fitoren e miqve 93-70, ndërsa vllaznia deri tani ka regjistruar 2 fitore dhe 3 humbje. Ndeshjet e fundit do të jenë përcaktuese se cilat do të jenë 2 skuadra që do të kualifikohen.